antarit e KPM-s. Kuvendi i Kosovës ka pranuar aplikacionet e 5 kandidatëve për antarët e Komisionit e Pavarur për Media. Komisioni ad hoc i themeluar me vendim të Kuvendit me datë 25 tetor 2017, në mbledhjen e mbajtur 27 tetor dhe 2 nëntor, ka shqyrtuar listën e kandidatëve dhe nga 5 kandidatët të cilët kanë aplikuar, ka intervistuar 4 kandidat, për arsye se një kandidat nuk i është përgjigjur ftesës për intervistim. Në intervist kanë marrë pjesë kandidatët si në vijim, Argjend Leshi, Driton Qeriqi, Fehmi Ajvazi dhe Vlorë Berisha. Komisioni ad hoc për përzierjen e antarëve të Komisionit të Pavarur për Media, pas intervistimit të kandidatëve të nominuar për antarët e KPM-s, konform nenit 11 paragrafit 2.4, i propozon Kuvendit zgjedhjen e një antari të KPM-s. Faleminderit. Faleminderit, ne patëm më herët një pajtueshmëri, unë do të vazhdoj pikën e 23, pastaj në procedura shkoj dyjat i bashkoj dyjat, për votim të menjëhershëm. Jemi në pikën e 23, zgjedhja e 2 antarëve të bordit të drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës. Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar propozimin e Komisionit për përzgjedhjen e 2 antarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës dhe Kuvendit i ka rekomanduar zgjedhjen e 2 antarëve të bordit drejtues të fondit kursimeve pensionale të Kosovës nga kandidatët e propozuar. Ftoj kryetarin e Komisionit për Buxhet dhe Financa, Lumira Abdiqiku, që ta paraqet dhe arsyeton raportin e Komisionit dhe t'i njoftoj deputetët me procedurën e votimit. Ju faleminderit kryetar, të nderuar deputet. Në bazë të ligjit për fondet pensionale të Kosovës, Komisioni për përzgjedhje në përbërje të guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, auditorit të përgjithshëm dhe ministrit të financave i ka propozuar Kuvendit 5 kandidat për emërim e 2 antarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, njëri prej të cilëve për përfaqësim dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë. Kuvendi në bazë të nenit 4 paragrafi 6 dhe paragrafi 11 të ligjit të lartë përmendur për fondet pensionale emëron antarët e bordit drejtues të fondit pensional me mandat 4 vjeçar, bazuar në rekomandimet e Komisionit për përzgjedhje, pas konsultimit me qeverinë, e cila e dorëzon opinionin Kuvendit brenda 15 ditëve nga dita e pranimit të kërkesës nga Kuvendi për konsultim. Për kandidatët e propozuar, Kuvendi brenda afatit ligjor nuk ka pranuar ndonjë mendim nga qeveria. Me ligj nuk është rregulluar mënyra votimit në seancë plenare, pra nuk është saktuar votimi hapur apo rrëfshet. Gjithsesi, Komisioni për Buxhet dhe Financa ka shqyrtuar propozimin e Komisionit për përzgjedhje dhe ka vlerësuar se kandidatët e propozuar i plotësojnë kushtet formale juridike të parapara me ligjin për fondet pensionale të Kosovës dhe i ka rekomanduar Kuvendit që me votim të fshehtë të bëjë emërimin e 2 antarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, njëri prej të cilëve emërohet për përfaqësim dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë me mandat 4 vjeçar. Sa i përket procedurës së votimit, Komisioni ka rekomanduar Kuvendit 2 kandidat për zgjedhjen e njërit nga kandidatët e propozuar për antar të bordit drejtues, si në vijim: 1 Hajdar Korbi, 2 Mark Krefort. Komisioni për Buxhet dhe Financa po ashtu i ka rekomanduar Kuvendit 3 kandidat për zgjedhjen e njërit nga kandidatët e propozuar për antar të bordit drejtues të fondit kursime pensionale të Kosovës për përfaqësim dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë si në vijim: 1 Valdrin Kasumaj, 2 Flamur Keqa, 3 Ejup Qerimi. Nëse në raundin e parë të votimit asnjëri nga 3 kandidatët e propozuar për antar të bordit drejtues për përfaqësim dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë nuk i merr votat e nevojshme, atëherë përsëritet raundi i dytë me 2 kandidatët që kanë fituar më shumë vota. Ju faleminderit. Faleminderit. Tash jemi duke vepruar paralelisht në 2 pikat e rendititës për zbatimin e procedurës së votimit të fshehtë kërkohet krijimi i një komisioni votues me përbërje nga 1 deputet për secilit grup parlamentar. Ftoj përfaqësuesit e grupeve parlamentare që të propozojnë nga 1 antar për komision votues. Lëvizja vetëvendosje. Albolena Haxhive ka fjalën. Faleminderit. Grupi parlamentar i Lëvizjes vetëvendosje propozon Saranda Bogujevcin. Lidhja Demokratike e Kosovës. Faleminderit kryetar, ne propozojmë deputetin Fidan Rekaliu. Partia Demokratike e Kosovës. Faleminderit kryetar, ne propozojmë deputetin Hajdar Beqa. Lista Sërbe, ju lutem.
Slavko Simici e ka fjallën në kryetar. Hvala predsjedniče. Parlamentarna grupa Srpske liste predlaže Srđana Mitrovića. Hvala. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, zotri Ahmet Isufi. Rasim Selmanaj. Faleminderit, nisma për Kosovën, Bilal Sherifi. Derhoti. 6 plusi, Albert Kinolli. Faleminderit kryetar, grupi parlamentar 6 plus propozon deputetin Bakrim Shabani. Lus deputetet që me ngritje dore të deklarohen për formimin e komisionit votues. Ngritje dore formale. Shumica është absolute, nuk po pyes. Kuvendi emëroi anëtarët e komisionit votues për zgjedhjen e anëtarëve, do të thotë edhe të komisionit pavarur media, edhe të anëtarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës. Kërkoj nga komisioni votues që të filloj me procedimin e votimit, ndërsa deputetët do të votojnë sipas listës. Kisha lut. Ju kisha lut për vëmendje të kolegë deputet, i kemi vend votimet me 2 ngjyra, ja kolegë të administratës pi vendosin ngjyrat ku do të vendoset hedhet vota për votim. Në bazë ngjyrës se cila është jashtë, njëjtë hedhet vota në atë kuti. Kur i merrni 2 flet votime, i kanë 2 ngjyra ndryshme. Naser Ugova, Abdul Saliu, Adem Hoxha, Adem Ikolovci, Agim Aliu, Ahmet Isufi, Aida Derguti, Albin Kurti, Albolena Balaj Halimaj, Albolena Agjiu Alilajqi, Albert Kinolli, Andin Hoti, Anton Shuni.
Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit Kosovës. Arban Abrashi, Arben Gashi, Arbë Regjaj, Arbrije Nagavci, Armend Zemaj, Abdullah Hoti, Bek Berisha, Bekim Haxhiu, Besa Baftiu, Besa Gaxheri, Bilal Sherifi, Blerim Kuqi, Blerta Deliu Kodra, Brahim Shaboni, Bahrim Shaboni, Danush Ademi, Dardan Mulliqaj, Dardan Sejdiu. Daut Haradinaj, Donika Kadaj Bujupi, Dorontin Maloku, Drita Milaku, Driton Qaushi, Driton Selmonaj, Duda Balje, Dukagjin Goroni, Elmire Qica, Elmia Regjepi, Enver Hoti, Ethem Arifi, Evgjeni Thaçi, Fadil Beka, Fatmir Xhelili, Fatmire Kolçaku, Faton Topalli.
Fidan Rekaleu, Fikrim Damka, Fisnik Ismaili, Fitore Pacolli, Flora Brovina, Frasher Krasniqi, Gani Dreshaj, Ganimete Musleu, Glau Konjufca, Hajdar Beqa, Haxhi Avdyli, Haxhi Shala, Hykmete Bajrami, Igor Simic, Ilir Deda, Imet Rahmani, Ismet Pacolli. Po, më shkoj e që. Ismail Kurteshi, Ismet Beqiri, Jasmina Zhivkovic, Jelena Bontic, Korab Sejdeu, Kujtim Shala, Labinot Tahiri, Libor Naleu, Lirie Kajtazi, Luleta Vesela Gutaj, Lumir Abdigjiku, Lutfia Zharku, Memli Krasniqi, Mergim Lushtaku, Mejide Mjaku, Milejm Zeka. Unë ju los që të mos shkonin shpe pa u bo numrimi, sepse duhet kryet votimi, në qoftë se nuk fitojnë me të parën herë, duhet përsëritet lista e dytë.
Miljana Nikolić, Mimoza Kusari Lila, Mirjeta Kaludra, Mufera Sërbica Shinik, Mytaher Haskuka, Naet Hasoni, Naser Osmoni, Naser Ugova, Nezir Qoqaj, Qëndron Kastrati, Ramiz Kelmendi, Rasim Selmanaj, Recep Selimi, Safeta Dërgjonaj, Sala Berisha Shala, Salih Saliu, Sami Kurteshi. Saranda Bogujevci, Sasha Milosavljević, Shkumbin Demalijaj, Shqipe Pantina, Slav Husimić, Slobodan Petrović, Srđan Mitrović, Teuta Hadžiu, Teuta Rugova, Time Kadrijaj, Valentina Bunjoku, Valon Ramadani, Verica Černarić, Veton Berisha, Visar Ymeri. Vjosa Osmoni, Gjelal Sveçla, Gjevahiri Izmoku, Zafir Berisha, Zenun Pajaziti, Zoran Mojsilović, edhe Gjavit Haliti.
Filloni ju komisioni të numëronit i rregullor. Të nderuar kolegë deputet, për zgjedhjen e një kandidati anëtarit Komisionit Pavarur të Medjave, i kemi përpara 91 vota, tash do të fillojmë me numëru, dhe të shohim se cili do të jetë fitues. Faleminderit. Okej, fillojmë me numërimin. Vlorë Berisha. 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 Driton Qeriqe. Do shtë të më shmirë mi ndo. Ndoje. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Është e pavlefshme. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. 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 Driton Qeriqe. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Vlorë Berisha. Që kjo është mbushme. Shkon e pavlefshme. E pavlefshme. Vlorë Berisha. 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 Faleminderit.
Regjia fjalën Komisionit. Të dashur deputet. Komisioni votues pas procedurës së votimit të fshehtë dhe numërimit të votave të deputetëve të Kuvendit për zgjedhjen e një antarit të Komisionit Pavarur të Mediave në seancën plenare të mbajtur me 30 nëntor 2017, konstaton se kanë qenë 91 deputet që kanë votuar, 2 të pavlefshme, dhe të vota shkojnë për zotrit Dritan Qeriqin dhe 79 vota shkojnë për zonën Vlora Berisha. Konstaton që Vlora Berisha ka dalë si fituese e kësaj. Faleminderit. Regjia fjalën Komisionit, ju lutem. A duhet për të dy emrat për me një hera qysh u tani me bë? Po, tash po. Se kini flet votimi, kini dy janë. Po.
Okej, I thua antari I parë dhe antari I dytë që mos mu... Veve shty kalzën. Veç të regojë atë mënyrën e tjetër. Si kur ma herët për tjetë, si ma herën për qusha bone për tjetë. Na I numërojë. Po, të ndëruar deputet, për zgjedhjen e antarëve të bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, kanë votu 91 deputet, tash shohim se cilë do të jenë fitues, dy nga këta. Njokim abstenim, Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. 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 Hajdar Korbi, Flamur Keqa. E pavlefshme. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, pjesën tjetër nuk ka votuar. është pak ishtë në sekundë. Të më thonë, ashtë kënë që kje pa vleshme. Se këto kanë votu, këto nuk kanë votu. Shkëm veç e para. Po. Të më thonë, pjesa e parë është e vleshme, Pjesa e parë është e vleshme, ndërsa pjesa e dytë nuk ka për shkak se nuk ka votu. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Valdrin Kasumaj, vetëm pjesa e dytë. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Valdrin Kasumaj, vetëm pjesa e dytë. Mark Kroft, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. E kemi vetëm Valdrin Kasumaj, pjesën e parë nuk ka votue. Po. Po, ashtu jem të thonë. Veç nuk jetë të ndëgjue. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votue, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votim, pjesën e dytë është Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Mark Kroft, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Valdrin Kasumaj pjesën e dy, ndërsa pjesën e parë nuk ka votu. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Nuk ka të votuam, pavlefshme. Hajdar Korbi, pjesën e dytë e pavlefshme. Hajdar Korbi, pjesën e dytë Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Mark Kroft, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Mark Kroft, Valdrin Kasumaj. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë është Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë është Ejup Qerimi. Hajdar Korbi, Ejup Qerimi.
Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Pjesën e parë e ka bot pavlefshme, ndërsa pjesën e dytë Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë ka votuar për Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Flamur Keqa. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë ka votuar për Ejub Qerimin. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë ka votuar për Ejub Qerimin. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Valdrin Kasumaj. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Pjesën e parë nuk ka votuar, ndërsa pjesën e dytë ka votuar për Ejub Qerimin. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi. Hajdar Korbi, Ejub Qerimi.
Regjia, zotit Beqa i fjallën. Inshallah ke Unë e kryetor, po përnoj përkosisht të din. Do kanë shku në balotazh. Tash balotazh ka mundësi mu bu gara ma interesant. Për balotazh, falënderit. Falënderit të ndëruar kolegë deputet. Komisioni votus pas procedurës së votimit të fshef dhe numrimit të votav të deputetëve të kuvendit për zgjedhjen e 2 anëtarëve të bordit drejtorëve të fondit të Komisionit Pensional të Kosovës në seancën plenare të mbajtur me datën 30 nëntor 2017 konstatoj se në votim kanë marrë pjesë 91 deputet, të pavlefshme kanë qenë 3 flet votime. Votat e fituar për kandidatet e propozuar për 1 anëtar të bordit të fondit kursime pensional Kosovës janë Hajdar Korbi ka fituar 70 vota, kurse zoti Mark Crawford ka fituar 0,4 vota. Ndërsa votat e fituar për kandidatet e propozuar për 1 anëtar të bordit drejtues të fondit të kursime pensional të Kosovës për përfaqësim dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë janë Valdrin Kasumaj ka fituar 39 vota, Flamur Keqa ka fituar 0,9 vota, Ejup Qerimi ka fituar 37 vota. Në bazë të rezultateve të votimit, në pajtim me nenin 65 të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe të nenit 4.6 të ligjit numër 04L101 për fondin pensional të Kosovës, i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin numër 04L115, ligjin numër 04L168 dhe ligjin numër 05L116, si dhe nerin 51 të rregullorës së kuvendit të konstaton se zoti Hajdar Korbi emërohet anëtar i bordit drejtues të fondit të kursimeve pensional të Kosovës dhe kurse për 2 kandidatë të tjerë, në këtë rast 3 kandidatët për anëtar të bordit fondit kursimeve pensional Kosovës për përfaqësimin dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë, nuk i kanë marrë votat e mjaftueshme zoti Valdrin Kasumaj, a zoti Flamur Keqa, zoti Ejup Qerimi, përsëritet votimi për 2 kandidatet që janë më të votuar, zoti Valdrin Kasumaj dhe zoti Ejup Qerimi, kurse zoti Flamur Keqa do të eliminohet në bazë rezultatit votav nga gara. Andaj deputetet në bazë rregullores duhet votojnë edhe një herë për 2 kandidat. Në këtë rast për 2 kandidat për anëtar të bordit drejtues fondit kursimeve pensionale të Kosovës për përfaqësimin dhe këshillimin e punëdhënësve në Kosovë. Për zotin Kasumaj dhe zotin Qerimi. Faleminderit. Regjia shpresoj që i ka bë gati dokumentat flet votimet. Tani do të votohen vetëm për 2 kandidaturat, që janë Valdrin Kasumaj dhe Ejup Qerimi. Flamur Keqa ka rënë nga kombinimi sepse ka më pak vota. Kështu që po besoj shpejt administrata do të sjellë flet votimet dhe ndërsa në mesin e 2 kandidaturave që kanë qenë pjesën e parë të fletës së votimit për qenë anëtar i bordit drejtues të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës, ka fituar Hajdar Korbi dhe komisioni duhet të afirmos fitoren e zotit Korbi. Atëherë unë po ju thras me radhë deputet.
Abdul Salihu, Adem Hoxha, Adem Mikullovci, mas pari është mirë me ditë sa jemi këtu, po hajtë. Abdul Salihu, Adem Hoxha, Adem Mikullovci, Agim Aliu, Ahmet Isufi, Aida Dërguti, Albin Kurti, Albulena Balaj, Halimaj, Albulena Haxhiu, Ali Lajqi, Albert Kinolli, Andin Hoti, Anton Quni. Arban Abrashi, Arben Gashi, Arben Regjaj, Arbërije Nagavci, Armen Zemaj, Abdullah Hoti, Bek Berisha, Bekim Haxhiu, Besa Baftiu, Besa Gaxheri, Bilal Sherifi, Blerim Kuqi, Bleta Deliu, Barim Shaboni, Danush Ademi, Dardan Molliqaj, Dardan Sejdiu. Daud Haradinaj, Donika Kadaj Bujupi, Doruntin Maloku, Kastrati, Drita Milaku, Driton Qaushi, Driton Selmanaj, Duda Balje, Dugagjin Gorani, Elmire Qica, Emilia Regjepi, Enver Hoti, Etem Arifi, Evgjeni Thashi, Fadil Beka, Fatmir Gjelili, Fatmire Kolçaku, Faton Topalli.
Fidan Rekhaliu, Fikrim Damka, Fisnik Ismaili, Fitore Pacolli, Flora Brovina, Frasha Krasnici, Gani Dresha, Ganimete Musliu, Glau Konjuf, Sajdar Beqa, Azi Avduli, Azi Shala, Hkmete Bajrami, Igor Simic, Lirdeda, Imet Ramani, Islam Pacolli. Ismail Kurteshi, Ismet Beshiri, Jasmina Zhivkovic, Elena Bontic, Kadri Veseli, Kurab Sejdiu, Kujtim Shala, Labinot Tahiri, Libor Naleu, Lirie Kajtazi, Luleta Vesela, Igutaj, Lumir Abdigjiku, Lutfir Zharku, Memli Krasnici, Mërgim Lushtaku, Mejide Mjaku, Milaim Zeka. Miljana Nikolic, Mimoza Kusari, Lila, Mirjeta Kaludra, Myfer Asinik, Mytaher Askuka, Naet Hasani, Naser Osmoni, Naser Ugova, Naet Hasani, Naser Osmoni, Naser Ugova, Nezir Qoqaj, Qendron Kastrati, Ramiz Kelmendi, Rasim Selmonaj, Recep Selimi, Safeta Adërgjonaj, Sala Berisha, Shala, Salis Salihu, Sami Kurteshi, Saranda Bugujevci, Sasha Milosavljević, Shkumbin Demalijaj, Shqipe Pantina, Slavko Simić, Slobodan Petrović, Srđan Mitrović, Teuta Hadžiu, Teuta Rugova, Fatime Kadrijaj, Valentina Bunjaku, Valon Ramadani, Verisa Qeranić, Veton Berisha, Visar Ymeri, Vjosa Osmani, Gjavit Haliti, Gjelal Sfesla, Gjevahire Izmoku, Zafir Berisha, Zelun Pajaziti, Zoran Mojsilović, Zoran Mojsilović.